Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për të 18 herë ta konstituojnë legjislaturën e 9 parlamentare. Njësoj si në përpjekjen e 17, deputeti më i vjetër që drejton këtë seancë, Avni Dehari, në një konsultim me grupet politike parlamentare, kërkoi që seanca të vazhdoj çdo javë e jo çdo 48 orë, por një gjë e tillë nuk mori përkrahje. Subjektet politike apo të zgjedhjet të legislaturës dhe asnjësma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ligjvënësit sërish refuzuan formimin e komisionit për mbikëqyrje të votimit të fshehtë për krye parlamentar. Formimi i komisionit për votim të fshehtë u kërkua më 1 maj, pasi deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu dështoi disa herë t'i marrë votat e nevojshme për t'u bërë kryetare e Kuvendit. Dehari njoftoi se vazhdimi i seancës do të mbahet më 21 maj në orën 10:30.